Sa i shëndetshëm është dielli për syt? Dielli është i shëndetshëm, po në momente ku neve na pengon ka masa mbrojtëse të cilët ne mund t'i marrim syzet edhe asnjë problem nuk ka, domethënë. Okej, domethënë syza janë mbrojtje të mira, po normalisht do t'i shohësh syzat. Patjetër. Jo këto Pa të dyshim. plastikës që Po. s'kan asnjë mbrojtje. Padyshim. Padyshim. A i diktoni syzat me kualitete, domethënë? Po, ne A që mund ta merrim tregojsh për shembull çto syza janë kualitative? ka aparatura të posaçme të cilët përdoren edhe ka, vetëm se duhet të kem parasysh edhe ku blehen, domethënë. Normalisht. Unë shpesh kam me pacientët kur kemi sidomos këta që përdorin syza për afër, shumicën e rasteve thonë "O doktor, a janë të mira be këto syzat 100 dinar që kushtojnë." Edhe unë e mbar si shembull shumicën e rasteve them ju lutem mos ja na shkaloni syt. Okej. Ku ne jemi në gjendje të blejmë këpucë të shtrejta, po paramendo për syrin që nuk i kushtojmë rëndësi. Unë mendoj se syri është jashtëzakonisht edhe i komplikuar, po jashtëzakonisht edhe i ndihshëm të ne duhet ta harrojmë syrin se me të vërtet paramendo që ne për çdo ditë ballafaqohemi çfarë do të thotë njëri që nuk është i verbër apo nuk shef. Po, kjo është Ajo është le që është problematik për pacientin vet, që është një traumë jashtëzakonshme, paramendo edhe familjarët e tij, të sa mund të kem pasojë edhe pengesë.